Të nderuar shikues, jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt ndeshjes së dytë të turneut dëshmor dhe martirët e Fortesës. Ju informojmë se ndeshja e parë midis ekipit Vëllezrit Berisha dhe FC Gashi është diskvalifikuar për shkak të një problemi që patën në fushë. Ky është vendim edhe i gjyqtarëve dhe i komisionit organizativ të këtij turneu. E tani jemi në ndeshjen e dytë ku do të takohen Fly Pergola dhe Barbershop Driloni. Fly Pergola janë me të veshura të kaltërta, kurse Barbershop Driloni me të veshura të zeza. Ja dhe formacion të skuadrave. Skuadra Fly Pergola vjen nga Drenica dhe ka këtë formacion në port. Valart Elshani, numër 5, Besmir Kasniqi, numër 7, Fati Tërnava, 9, Armend Aliu, 10, Eron Aliu, 11, Shqirim Gjemali dhe numër 12, Edonis Ramadani. Ndërsa skuadra Barbershop, pra me të veshura të kaltërta, kanë këtë formacion në port Ermal Kabashaj, numër 4 Azim Shala, numër 3 Taulan Shala, 9 Endrit Shala, 11 Luis Berisha, numër 20 Fiti Morina dhe numër 7 Edis Morina. Gjyqtar të ndeshjes Besart Ismaili dhe Nui Krasniqi, gjithçka gati për fillimin e ndeshjes së dytë, ku shpresojmë të shohim një ndeshje më të mirë, më të qetë, edhe karakteri i turneut pra dihet që është respekti për dëshmorët dhe martirët e Fortesës, pra fair play dhe respekti dhe lavdia përjetshme për dëshmorët dhe martirët, siç është slogani kryesor. Dhe këtu fillon ndeshja, ja futbollistët e skuadrës me të zeza Barbershop Driloni. Barbershop Driloni me të veshura të zeza. Një pasim që nuk kalon, ja aty numri 12 është tim dhe e ka shënuar skuadra Fly Pergola përmes Eron Aliut, që në minutën e parë, madje në sekondat e para të i ballafaqimi. Fly Pergola me të veshura të kaltërta pra. Janë skuadrë që kanë kaluar në avantazh. Skuadra e përgatitur ka udhëtuar nga Drenica për të paraqitur në këtë turne për të nderuar dëshmorët dhe martirët e Fortesës. Ta përkthyer prapa ata deri te Taulan Shala, Edis Morina. Ja pasimi saktë, difisht kjo, mundësia tjetër për gol tjetër. A do të kemi gol të shënuar, ka ndërhyrë portieri i skuadrës Barbershop Driloni, Ermal Kabashaj, ka larguar rrezikun, kemi rivënie anësore pas golit të pësuar, kërkon në golin e barazimit skuadra me të veshura të zeza Barbershop Driloni. Ja, nuk ka rinjë të ky pasim, nuk mund të pasoj qëtërim. Në fakt ishte Luis Berisha, ja topi shpejt në drejtim të Edonis Ramadanit. Luis Berisha. Topi këtyre prapa të portieri Ermal Kabashaj. Topi gjatë, por i pasaktë nga Taulan Shala, top që përfundon në duart të portierit Elshani. Ja Kabashaj. Elshani dhe njëherë ishte ja mundësia për gol në dytë, të kemi aty në qasën e fundit ka ndërhyrë dhe ka shpëtuar portën portieri Ermal Kabashaj. Pasime tani të sakta, por nuk kuptuan si duhet, nuk e pranoi topin Endrit Shala. Ja mundësia për Fly Pergola, për skuadrën nga Drenica. Shqirim Gjemali, nuk ka topin brenda vijave kufizuese nga numri 9 Armend Aliu. Ja mundësia kundër sulmit, do të kemi gol të barazimit. Është Luis Berisha, kemi rivënie anësore. Ja mundësia aty për të shënuar gola, do të kemi ka ndërhyrë në qasë të fundit portieri Elshani, ka larguar rrezikun, rivënie anësore vazhdon kërkimi golin nga ana skuadrës Barbershop Driloni. Ja, kjo është Morina,
Ka bëjnë në pasim të topit. Kemi rivënja ansore, Elçani, Aliu, janë diagonale që nuk është i saktë ndërpritet nga Luis Berisha, por e humbi topin më njerë futbollistët e skuadrës Barbershop. Dhe ja mundësia aty, aty të kemi gol barazimit, po! Barazot rezultati nga Shirin Berisha, 1-1. Gjithçka barabartë në këtë ballafaqim. Pas golit të pësuar arrin në skuadra Barbershop të barazëshishve dhe ja tani tentimi i skuadrës për gola. Nuk ka rivënja ansore, vazhdon loja aty e humb topin futbollisti Armend Aliu, por fiton rivënja ansore. Ja mundësia tentimin nga futbollisti Besmir Krasniqi. Kemi rivënja ansore. Edhe një tentim i fuqishëm aty nga Edonis Ramadani. Por se nuk e gjenë cakun, betet 1-1 rezultati. Nuk arrin të dëvjem me gjitha të, a kemi të njët për regullë? Jo, me ndonë Luis Berisha, realizatori golit, ja mundësia për të kaluar në avantash për sëri skuadra nga Drenica, por nuk ka gol, vazhdon presion e ekipit dhe nuk ka asë nga ky tentim, betet rezultati 1-1. Edhe një tentim aty nga distanca. Në minutën e 6, rezultati 1-1. Është Edis Morina, futbollisti që tentoj nga distanca më herët. Kemi si duket korner për skuadrën. Jani mundësi me volej aty për Edis Morinën, që nuk e tregua për pak i sakt. Një për ndërpretët aksion. Ja mundësia për të kaluar në avantazh. Topi shpejt për futbollistin e skuadrës Barbershop. Ishte numri 9, Ndret Shala, në anën tjetër ja mundësia për ekipin Pergola. Është Ramadani, tentim aty dhe shënon skuadra Pergola. Përsëri kalon në avantazh ekipin nga Drenica. Me golin që realizoi Edonis Ramadani. 2-1 është rezultati. Kemi ndërhyrje të parregullat në mesfush. Morina. Titi Morina. Dhe ja mundësia aty tani do të kemi gol të shënuar në çastin e fundit, largon topin Besmir Krasniqi, ishte i mposhtur portieri Elçani. Rivënja ansore nuk i përgjigjet atij pasime askush nga futbollistët e skuadrës Barbershop. Dhe ja tani mundësia për gol në tretë, edhe një gjuajtje rrëmbyeshme nga Edon Aliu, apo Eron Aliu. Kemi minutën e 7 të ndeshjes, 2-1 është rezultati. Ky pasim është i pasakt në drejtim të asnjë futbollisti. Rivënja ansore, ka humbur topin aty futbollisti me numër 10, Eron Aliu. Titi Morina ka bën aty, mirë po nuk arrin të rrezikoj më seriozisht Armend Aliu pasi bllokohet goditja e tij. Ja top në drejtim të futbollistit Besmir Krasniqi. Gjuan volej, por nuk arrin të rështoj. Ja dhe një gabim aty në repartin sulmues nga skuadra Barbershop. Driloni. Dëshirje e paragolte, do të kemi karton të verdh përjashtim për 2 minuta për futbollistin Edis Morina. Tani në një jetar më pak skuadra Barbershop Driloni brenda këtyre 2 minutave. A do të shfrytëzoj këtë skuadra? Flaj për gola
për të ka shtuar e përsin, ja portieri Elshani me këtë tentim nga distanca, që në tregoti sakt e në anën tjetër, topi ishte në lëvizje. Duhet të pasoj me dorë portieri, kur topi del jashtë vijes fundore dhe kur i takon ekipit. Ja, Ramadani, realizatori golit të dytë për skuadrën për gola. Portieri Elshani të në nëcisin e letarit. Ja, mundësia loje mirë aty, për nuk shfrytëzohet të mbrohet skuadra Barbershop Driloni edhe me 3 futbolist. Bëjnë përpjekje maksimale lojtarët e ekipit Barbershop Driloni që tash plaj për gola që tash shfrytëzojnë këtë, por ekipi Barbershop Driloni po mbrohet në këtë qaste shumë mirë. Ja, tani mundësia për të shënuar gol me 3 futbolistë aty. Ato të kemi gol të realizuar. Topi kthyer prapa te portieri Kabashaj, gabon Kabashaj për paksa nuk rrezikoi me pranim të golit. Elshani gabon aty nuk e pranon topi që duhet të Krasniqi. Dhe ja vështirë të rrezikohet dhe kanë kaluar 2 minuta tashmë, është rikthyer dhe është kompletuar ekipi Barbershop Driloni, Edis Morina është në fush. Krasniqi, Elshani. Tani mundësia për gol në pas me Ramadanit nuk tregoti sakt në drejtim të Aliut. Ja, ne kërkohet aty Edis Morina topi sakt, por në pranon topi si duhet. Mund të jetë kjo rrezikshme për ekipin. Dhe autogol i realizuar nga Taulant Shala. 3-1 tani është rezultati, plus 2 përsia për skuadrën Fly për gola. Dhe përsia e cila do të ruhet nga futbollistët e skuadrës për gola, do të mundohet së paku. Ja, aty nëse vjen ky gol i shënuar shumë herët nga krahu i djathtë, ka të përtuar dhe ka realizuar nga një pozitë mjaft të vështirë Azem Shala. Shumë shpejt ky gol i realizuar. Ngushtohet e përsia në 3-2. Golin nga pozita mjaft e vështirë, në anën tjetër tentoi Eron Aliu me këtë goditje nga distanca, nuk ka arritur të shënoj. Ja, një top i gjatë, Aliu ndërpret këtë aksion, nuk ka lojë me dorë, ja Aliu aty vazhdon goli i 4 për skuadrën Fly për gola. Asiston Aliu realizon Armend Aliu. 4-2. Sekondat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes, 4-2, 6 gola të shënuar. Ja tani Azem Shala, gabon, ja mundësia për golin e 5. Ishte tentimi e Eron Aliut. Një pozitë ballore që ka mundur të jetë më në çdo çast presim edhe vëshëllimin e gjyqtarit për të sinjalizuar përfundimin e pjesës së parë të ndeshjes. Ja aty është Aliu. Mundësia tani për skuadrën, ndërhyrja ishte vendimtare aty e Shirim Xhemailit. Ka mundur edhe të jetë në rrezikshme kjo mundësi, gabojnë përsëri dhe nuk ka më kohë këtu. Përfundon pjesa e parë, Fly për gola Barbershop Driloni 4-2. Këtu fillon pjesa e dytë, ndeshjes dytë të mbrëmjes së parë finalet të mbrëmjes së parë të turneut. Dëshmorët dhe martirët e Fortesës, rezultati 4-2 pas pjesës së parë, 6 gola të shënuar. Skuadra nga Dranica më e përgatitur dhe ka një përsi, mirë po ka kohë për të dyja skuadrat për lojë edhe më të mirë dhe për kthesë në rezultat. Ja aty fitim Morina. Topi gjatë në drejtim të Edis Morinës. Nuk rivënja ansore për ekipin Barbershop Driloni.
Ja, nuk shkon këtë tentim aty Endrit Shalës. Nuk mund ta mbaj topin brenda vijave kufizuese futbollisti Dis Morina, rivanjansore për flaj për gollën. Ja, Krasniqi, Elshani. Ishte Ronaliu që nuk ishte sakt në pasim të topit. Ja tani Dis Morina. Nuk shkon pasimi për Dis Morinën, ja topi për Besmir Krasniqin që tentoi nga distanca, por nuk arriti të shënonte pasi portieri ishte i vendosur mirë. Fiti Morina. Vazhdon më të vjen Fiti Morina në mes të dy futbollistëve, humb topin. Krasniqi. Ndalet Krasniqi dhe ja mundësia për skuadrën. Aty është Morina. Kemi ndërhyr të paragoll, po, goditje e lirë. Mundësia nga ndërpreja që është vështirë këtu të shënohet. Dhe do të përcjellim këtë rast, por gjithsesi ne do ta kemi këtu edhe njërin prej organizatorëve të këtij turneu, zotëri Xhemin. Xhemi po si Xhemi. Xhemi filloi turneu, ma në fund turneu i shumë pritur. Dhe kemi gol të shënuar apo nuk ka sinjalizuar gjyqtari. Filloi turneu, ç'a mund na thoni për fillimin? Ishte një program i pasur, kishte shikues, ishte një atmosferë këndshme, festive në fortezë. Po. Okej. Pasi gol dhe penaltie nga Barbershop, do të flasim pak për turneun. Turneu është një punë e jashtëzakonshme e këshillit organizativ që ka ndodhur për rreth 3 javë rresht, për më arrit deri në këtë ditë të hapjes, ku kemi pasur, siç e thatë edhe vetë, një program tepër të pasur me Basrilo Shtakun, me Shoqërinë Kulturore Artistike Agimi dhe me Golden G si këngëtar i hapjes së finales. Pavarësisht që në lojën e parë hyrse patëm një ekses të vogël, po mendoj që këto gjëra edhe mund ndodhin, mirë po dy ekipet u përjashtuan duke e marr domethënë vendimin e duhur nga ana jon dhe besoj që nuk do të paraqiten më në vazhdim. Po, gjemi që se jemi bashkë të kjo temë, gjithsesi vendimi shumë i qelluar, dhe ja kemi edhe apo jo në pranor. Gjithsesi vendimi shumë i qelluar për largimin e dy ekipeve. Duhet të theksuar edhe një herë karakterin e turneut. Fair play, por mbi të gjitha nderimi dhe respekti për dëshmorët dhe martirët e fortezës. Po, patjetër pikërisht edhe kjo si organizator na shtyhet që të dy ekipet domethënë të përjashtohen dhe ekipet pjesëmarrëse që janë edhe gjatë të dy tjera të marrin vesh se këtu domethënë kemi orë me lujt për dëshmorët dhe për asgjë tjetër. Unë dëshiroj t'i falenderoj, tash mësi e krytëm këtë pjesën e domethënë fillimit, dëshiroj t'i falenderoj të gjithë sponsorët të cilët kanë shprehur një interesim të jashtëzakonshëm për me ndihmu këtë turnier, i cili zhvillohet për herë të parë në fshatin ton, dhe jo vetëm domethënë biznese, por ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm të diasporës ton, që në mënyrë të pakursyer, domethënë kanë dërguar mjete financiare dhe e kanë përshëndet nismën tonë për fillimin e këtij turniri. Ne shpresojmë që ky turnier, jo shpresojmë, po jemi të sigurt që do të jetë tradicional, do ta organizojmë çdo vit dhe çdo vit do të bëhet më mirë e më mirë. Po sigurisht, keni për turneun e parë keni 64 ekipe dhe do të zhvillohen ndeshje të përditshme. Sa ndeshje e keni planifikuar të zhvilloni në ditë dhe kur e keni planifikuar finalen? Domethënë ndeshjet në ditë sot janë planifikuar të luhen 4 lojë, ndërsa në 3 ditët në vijim do të luhen nga 6 lojë për ditë, për shkak se kemi një numër goxha të dendur të ndeshjeve. Pastaj me fazat finale do shohim dhe do bëjmë. Por domethënë dhe me datën 1 dhe 2 do të zhvillohen nga 5 lojë duke përfunduar edhe ciklin e parë të takimeve. Dua të theksoj edhe diçka, ndoshta apo ju marr tepër kohë, mirë po në fillim pritshmëritë për këtë turnej kemi pasur goxha minimale, po themi me ndoshta 24 ekipë ose 32, por kemi pas një interesim të jashtëzakonshëm dhe e kemi bërë domethënë rreth 2 herë më shumë 2-3 ditë më herët i kemi përfunduar aplikimet pasi numri veç është plotësuar.
Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe gjithë stafit tuaj, shpresoj të kaloni mirë në Fortesë edhe të shohim futboll të bukur. Një punë të mirë keni bërë edhe me transmetime të drejtë për drejta, natyrisht edhe me komentime që e bëjnë më interesante ndeshjen, sepse edhe bashkëdhetarët e shumë që janë jashtë Fortesës, jashtë Kosovës, kanë mundësi që t'i përcjellin ndeshjet përmes portalit 029 Sport. Po patjetër. Ju falenderojmë edhe juve, ata kanë gjithë drejtën të shikojnë këtë ndeshje sepse pa ndihmën e tyre këto shumica, domethënë e donacioneve janë nga ta dhe nga bizneset vendore këtu. Mirë po, një kombinim i të dyve ka bërë që ky turne, domethënë të ketë një përkrojë të jashtëzakonshme financiare dhe raportin për këtë përkrojë do ta publikojmë në fund të turnirit për çdo cent të shpenzuar të cilën ata e kanë dërguar dhe e kanë dhënë për ne. Do të gjejmë faleminderit shumë, unë shpresojmë që ndeshja e parë është harruar tashmë. Është harruar, po shohim tani një futboll të bukur mes Barbershop Arlindit dhe Fly për Kollasit, të cilët duhet të thënë janë nga Skenderoj, kanë orë këtu dhe janë duke fituar dhe ju urojmë sukses të dy ekipeve dhe fitoft më i miri. Edhe kemi pas rast që të shohim ndeshje interesante deri në fund. Ndeshje fair dhe korrekte. Patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit shumë. Faleminderit. Pra, po shohim një ndeshje interesante, rezultati është 5-3 në të mirë të ekipit dhe ja penaltia tjetër. 5-3 është rezultati, por nuk ka përfunduar asgjë. Skuadra Pergola është në epërsi, ndërsa do të kemi mundësinë që ekipi Barbershop Driloni të shënojë edhe një gol të ngushtojë epërsin nga penaltia. Do të shohim sa do të jetë suksesshëm më herët realizuan lojtarët e skuadrës Barbershop Driloni dhe ka realizuar përsëri 5-4, ngushtohet epërsia, edhe 4 minuta gjysmë ka deri në fund të ndeshjes. Asgjë nuk ka përfunduar këtu, mbetet diçka e hapur. Ja aty të rifillon Krasniqi nga mesi i fushës. Ja mundësia tjetër për golin e parazimit. Vjen golat të një pas njëshëm të Edis, në fakt ishte Fiti Morina. Ka shënuar 3 gola Fiti Morina. Goli i tretë i tij personale dhe barazohet gjithçka 5-5. Da, do të jetë ky gol edhe më motivues për ekipin Nikoqir. Ja tentimin nga krahu i majti i futbollistit Armend Aliu. Një top i gjatë dhe për pak aty nuk e shfrytëzoi këtë mundësi skuadra Barbershop përmes Taulant Shales. Ja, Fiti Morina, realizatori 3 golave, më meritori për barazimin e stadit deri në këtë çast. Do të shohim si do të rrjedh. Ja, çfarë depërtimi mirë, aty manovrimi mirë dhe për pak nuk ka shënuar Eron Aliu, një futbollist mjaft cilësor. Me fat tani skuadra Barbershop Driloni. Revenia ansore takon skuadrës me të veshura të zeza ekipit Barbershop Driloni që humbi topin. Po aty tani i vendosur mirë futbollisti Endrit Shala. Ja po ndërhyje mirë portierit Ermal Kabasha, i korner për ekipin Fly Pergola. Elshani do të gjuhë edhe të kërkoj aty edhe Besmir Krasniqin pa sukses. Elshani mundësia tani për të kaluar në epërsi për herë të parë. Çfarë pritje fantastike e Elshanit. Mundësi ideale ishte për ekipin e Barbershop të kalën në epërsi. Dhe përsëria mundësia kundër sulmi. Ato të kemi aty është Fiti Morina. Tenton bllokohet goditja e tij nga Besmir Krasniqi. Kemi rivënjë ansore, ishte rast 100% për të kaluar në epërsi skuadra Barbershop Driloni. Rivënjë fundore. Minuta 11, 1 minutë 40 sekonda në fund të ndeshjes. Gjithçka e barabart, 5-5 në rast se mbetet rezultati barabart, do të kemi penaltit që ta përcaktojnë fituesin. Mirë po ja aty një pasim i mirë i portierit Elshani në drejtim të bashkëlojtarit të tij Fatë Tërnavës. Nuk ka rinjë të ndalë këtë top
Taulan Shala ishte i shpejt pa këto për të. Ja, Eron Aliu. Ja, për ta nga kroj djatë aty, Krasniqi. Kemi rivënje ansore. Tani nëziton edhe njëra dhe skuadra tjetër që të përfundojnë ndeshjen në kohë të rregullt, të shohim ato të kemi fitues. Ja. Aliu gabon dhe këtë e shfrytëzon për mrekulli Taulan Shala, realizon golin dhe përmirëson veten me ato gol që ka realizuar më herët. Kemi na përsi skuadra Barbershop Driloni. A do të ketë kohë tani ekipi për gola, shumë pa kohë, 20 sekonda dhe në përfundim të kohës së rregullt. A do të kemi kohë shtesë mbetet të shihet. Ja, Krasniqi, mundësi aty për të barazuar në çfarë ndërhyrje e mirë kjo Ermal Kabashet para Fati Tërnavës, korner. Ja dhe si atjetër aty, qëfar rasti ideal kjo, e pa arrushme Besmir Krasniqin nga via fatale aty, nuk arriti të shënante, topi ishte i shpejt ndoshta për te, dhe nuk ka më kohë, këtu përfundon ndeshja. Humbin e ktheu në fitore ekipi Barbershop Driloni, nga disfata kalojnë e përsi duke e përmbyllur takimin në rezultat 6-5 në favor të tyre.